po ta jam ka marrë dhe ka suqë. Të pyes pak për këtë të gjestit, se të kam pa që edhe je pyetur, më duket nga shumë, edhe kolegë të gazetar, por edhe besoj miq që të kanë hej, si ishin ata dy ofër? A janë bashkë, as janë, se ke qenë në personin parë që i ke domethënë në këtë pjesë, unë jam gjykuar shumë, sepse isha unë që deklarova në një lidhje Skype që thash që po, do jetë edhe Egli. Me Gjestin, Egli nuk erdhi. Po atëherë njerëzit ta kuptojnë që unë nuk varem në jetën e tyre. Kur dolën nga Big Brother, ata erdhën për qef, për të festuar te klubi ku unë punoj, dhe aty i pash së bashku. Në moment që unë i shoh së bashku, atëherë me logjik i bie që mbas 2 ditësh i bie që tha sërish së bashku, dhe kjo ka qenë deklarata ime që thashë po do jenë së bashku. Me informacionet që kam, ose që kam dëgjuar, nuk i kam parë kohët e fundit që t'jenë shumë të afruar me njëri tjetrin. Uroj që ata të kenë gjëra të bukura bashkë dhe uroj që kjo lidhje që ka nisur të vazhdoj me gjatë dhe mos jetë vetëm thjesht një lov apo një show, por që uroj një fillim që të ketë një bashkëpunim midis Eglit dhe Gjestit. Do ishte një gjë shumë e bukur dhe shumë interesante që të bësh një bashkëpunim, sepse nuk është bërë përpara nga 2 personazhe Big Brother me shumë ndikim të mirë, që të ketë një bashkëpunim. Kjo do ishte shumë gjë e bukur. Pastaj, kjo mund të jetë edhe një strategji e tyre për të arritur deri aty. Uroj që të jetë një bashkëpunim i mirë. Pastaj për pjesën e lidhjes së tyre këtu nuk na takon sepse është diçka e tyre personale. Është shumë personale. Okej. Do të kthej tashtu në mesin e këtyre viteve vështirë që të kujtohen ty, po hajde po e nis me cila mund të ketë qenë një nga natët më të paparashikueshme. Në çfarë lloj aspekti që ju ka dalë nga kontrolli për të mirë, në kuptimin se keni pritur të ketë aq vlog të madh njerëzve, ose ka pasur një ndrim të minutave të fundit të artistit. Ku e di unë çfarë mund të ketë ndodhur? Shiko, ka pasur raste të tilla sepse gjithmonë ka raste shumë që artistët